produkt të Ligës Kosovës, që është shumë e rëndësi. Do me thonë atë luftë e kom fitu kështu, kom luftu një 4 vjetë, ja kom po sherën po i mujta. Apo kuptam. Talentat do të dalin se edhe klubet janë të organizume ma mirë. Do me thonë trenerat, kushtet për puni kanë ma të mira. Edhe për këtë pjesë, nëse kushtet janë ma të mira, gjithë pregaditën ma mirë, organizohen ma mirë, liga është ma e fortë. Edhe detyrimisht, kjo ligë si e jonja, është shumë e mirë për talentat e ri, së është tamam e fortë, nuk është tepër e fortë që ata nuk mujnë mu integru, ata mujnë mu integru ma kollaj, mujnë mu integru natyrshëm, jo me sforcime, do të mjë dhonë rastin, do të trenerat me besu ma shumë të lojtarët e ri, edhe po shijet që kush po beson, edhe pi klubeve, edhe pi trenerave, kush po beson, po ka rezultate ma të mira, sepse futbolli e do një entuziazm bazë që ato e kanë veçrinia. Edhe i ka këta ambasadorat, senatorat, lojtarë pak ma vjetër, po entuziazmi do të me konë të futbolli. Edhe të na ka shumë talenta. Edhe do dalin bile alo ma shumë, se sa që kanë dalin. Një emër? Me njerë? Po. Dardan Morina, Erlis Gjemajli, Djenit Isufi. E Koronin e arruve, a? Koroni së është lejtari jemi, ma. Ja, unë e po tam përgjithsi kështu të... E Koroni nuk është më lejtari jemi. Po. E Koroni... Deja vjeni gjenerat, se ajo shkon si pas gjenerata,